Shumë faleminderit. Jonit. Ky ishte klipi i rrugtimit tënd, i përmbledhur, por me emocionet e forta dhe gjithçka ti ke dashur të transmetosh aty brenda, mesazhet e tua. A mendon se mesazhi yt si një grua që ke luftuar e vetme, si dikush që ka mbajtur familjen, është transmetuar në publik dhe sidomos tek mbas ajo pjesë grave që kanë patur nevojë për një mesazh të tillë? Unë besoj se po, Jonida, sepse përderisa jam akoma këtu, nuk besoj se më kanë vlerësuar as për bukuri, as për një vajzë me edukat, apo një vajzë, po themi, me sjellje të mirë, sepse fundit këto i kemi të gjithë, nuk është se i kam unë vetëm këto cilësi, por unë kam përshtypjen që femrën e fortë, publiku e ka dalluar, e ka ndjerë, edhe ka vendosur që ti besoj edhe ta sjell deri në finale. Edhe i falenderoj pa mas, mirë njohë se pa fund. Faleminderit. Ky klip ishte shumë i bukur, realisht, shumë i bukur, shumë emocionues, përsëri shumë emocione, përsëri lot. Ishte si të shikoja kështu në flashback. Të pam që u preke shpesh gjatë klipit tënd. Që kam kaluar edhe kanë qenë momente vërtet shumë të bukura, shumë emocionuese, shumë tronditse. Janë nga ato që lën shenjë edhe që t'japin. Çfarë mendon, Hyger, çfarë mendon ti që ke fituar nga kjo eksperiencë? Futen aty thellë në zemër, si emocionet e këqija, po ashtu edhe emocionet e bukura. Dhe unë kam përshtypjen që eksperiencën e Big Brother do ta kem në zemër shumë gjatë, shumë gjatë.